Moderatorja shumë e dashur për publikun shqiptar Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit një seri fotosh nga shfaqja e saj në Portokalli, ku si gjithmonë shkëlqen me paraqitjen dhe stilin që e karakterizon. E veshur me një fustan ngjyrë roz të zbehtë, me një dizajn elegant dhe tërheqës, Kiara ka tërhequr menjëherë vëmendjen e rrjetit me hijeshin dhe finesën që transmeton në çdo pozë. Veshja e saj është komentuar gjerësisht nga fansat, duke e cilësuar si një ndër paraqitjet më të bukura të moderatores në ekran, por ajo që ka bërë vërtet bujë këtë herë ka qenë një koment i papritur dhe epik nga partneri i saj, fenomeni shkodran Louise Ailey. Në mënyrën që vetëm ai di ta bëjë, Luizi ka reaguar me një koment që ka bërë menjëherë namin në rrjet, duke shkruar: "Akoma nuk e rregulloi topja të gardhin aty pas teje?" Me këtë koment plot humor dhe ironi të hollë, Luizi ka rrëmbyer gjithë vëmendjen e postimit dhe ka sjellë të qeshura të pafundme në rrjetet sociale. Komenti i tij është pëlqyer dhe shpërndar masivisht, duke u kthyer në një nga momentet më të komentuara të ditës. Fansat kanë shpërthyer me emoji qeshjeje, zemrash dhe komente që vlerësojnë batutën e tij si një ndër më të goditurat deri tani. Shumë prej tyre kanë shkruar se Luizi është syri i shqiponjes, nuk i shpëton asgjë, ndërsa të tjerë kanë thënë se ai edhe kur bën humor, e bën me stil që s'harrohet. Ky moment ka treguar edhe një herë për publikun raportin e veçantë që ai ka me Kiarën, një lidhje që përveç dashurisë mbështetet edhe në komunikim, humor dhe harmoni të përditshme. Luizi dhe Kiara janë kthyer në një ndër çiftet më të dashur në Shqipëri dhe jashtë saj, ku çdo veprim i tyre ndiqet me dashuri dhe kureshtje nga publiku i gjerë. Ata janë ndër të paktët që arrin të mbajnë gjallë interesin e fansave jo vetëm me projekte e paraqitje publike, por edhe me detaje nga jeta e tyre e përditshme që ndahen me shumë sinqeritet. Ky koment i Luizit është vetëm një tjetër shembull i mënyrës së natyrshme me të cilën ata ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe me ndjekësit e tyre. Pavarësisht se fotoja ishte fokusuar në elegancën dhe prezencën skenike të Kiarës, batuta e Luizit ka qenë si një qershim bitort që i ka dhënë postimit një tjetër dimension. Të shumt janë ata që e kanë konsideruar këtë si një ndër veprimet më të bukura të çiftit në rrjetet sociale, duke shprehur dëshirën që të shohin më shumë prej këtyre momenteve të çiltërta e argëtuese. E gjitha kjo ndodh në një kohë kur Luizi dhe Kiara po shijojnë një periudhë të bukur si familje, me vajzën e tyre Luna Mari që gjithashtu është kthyer në një yll të vogël për publikun shqiptar. Ndërsa Kiara vazhdon të rrezatojë në ekran dhe në rrjet, Luizi vazhdon të tregojë se ka gjithmonë një batutë gati për të bërë njerëzit të qeshin. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse ata janë sot ndër emrat më të dashur, më të ndjekur dhe më të komentuara të momentit.